episod është për ty që je në pritje, që je në ankth, që po mendon të fillosh IVF-in apo për ty që nuk e lën asgjë pa provuar deri tani. Unë e di që askush nuk të përgatit për këtë pritjen, askush nuk të përgatit për ndjesin që ke pasi ke marrë përgjigjen se testi shtatzanis është sërish negativ edhe këtë muaj. Askush nuk flet për lodhjen mendore, për planifikimin e çdo marrëdhënieje seksuale, për atë ndjesinë që ti duket sikur po dështon. Në këtë episod un kam dar shumë pak copëza nga vetja ime dhe kam dy të ftuara fantastike, sepse dua që ky episod i fundit për këtë vit t'ju lëj me shpresë, t'ju lëj të besoni që ekziston drita në fund të tunelit që quhet infertilitet. Sot do të flasim për infertilitetin, por në një dimension tjetër të tij, duke qenë se anën mjekësore ne kemi trajtuar në një episod më përpara. Sot unë kisha dëshirë që të preknim anën emocionale dhe të gjithë barën e rëndë që mbart infertiliteti me vete. Në pjesën e parë të këtij episodi, mua do më shoqëroj një psikologe klinike. Unë e njoh prej kohësh, por në këtë dimension të saj kam shumë kënaqësi ta kem sot në studio. Mirë se erdhe Ela, sot në studio me mua. Ela është psikologe klinike, pranë klinikës së vet, por në të njëjtën kohë dhe pedagoge e jashtme në Fakultetin e Shkencave Sociale. Dhe Ela, jam vërtet shumë e lumtur që këtë bisedë do e ndaj me ty sot. Mirë se erdhe. Faleminderit Anta, falenderoj për ftesën. Dhe veçanërisht falenderoj që sollën vëmendje një temë e cila është kaq delikate dhe ka nevojë të flitet. Ka ardhur koha që vërtet të japim zë infertilitetit, nga që shumica prej nesh e vuajnë në heshtje. Mendoj se ka shumë njerëz aty jashtë që do duan të dëgjojnë edhe të ndihen sikur i përkasin një rrethi të caktuar. Dhe në fakt numrat janë rritur, nuk janë aq të këndshëm, sepse sipas OBSH-s, përpara se të vija i hodha një sy, 1/6 persona është i prekur nga infertiliteti. Dhe në fakt kjo persona duhet shprehej me 1 në 6 çifte. Po. Sepse nuk është një problem individual, është një problem i çiftit. Po. Por siç e the ti, tani është shumë pranë nesh. Të gjithë kemi dikë që e njohim, kemi dëgjuar, kështu që është diçka që ka ardhur koha të flitet dhe të ndërgjegjësohet edhe opinioni për mënyrën se si duhet qaset ndaj problemit. Zakonisht infertilitetin e lidhin me gruan dhe pse faji është shumë fjalë keqe. Kështu na vjen nga kultura, kështu e dëgjojmë dhe e përdorim në mënyrë automatike. E vërtet. Po pse bie mbi gruan? Dhe si ndikon kjo tek vetbesimi, sepse unë jam përpjekur ta cek pak këtë temën edhe me mjek që kam ftuar më përpara. Kam thënë që ne nuk vim në jetë vetëm për të riprodhuar, po të them të drejtën, kur përballesh me këtë sfidë, të ulet pak vetbesimi dhe të tronditen pak themelet edhe të qenit grua. Ajo prek gjithë identitetin e burra apo grua në mënyra të ndryshme, por i prek të dyja gjinit. Në fillim pyetje se pse barra bie mbi gruan. Kultura jonë, dhe jo vetëm e jona, por në shumë vende të botës, e ka lidhur pjellorin me trupin e gruas. Që nga mënyra si pyesim, a mbeti shtatzan, domethënë gjithë barra bie mbi të. Pra, ti ajo që mbet shtatzan, ti ajo që e ke barkun dhe detyrimisht edhe pesha psikologjike rëndon mbi shumë me gruan. Kur në fakt kërkimet tregojnë që shpesh herë faktorët janë të kombinuar dhe nuk është vetëm gruaja, por roli i gruas e mban një peshë më të madhe në këtë. Pse sot shifet akoma? Në këtë vështirësi, se shpesh herë, siç e diskutuam më parë, vjen fjala faj, kush e ka fajin, i kujt është problemi. Kjo është një vështirësi. Është një kondicion mjekësor në fakt. Po, është një diagnozë mjekësore. Po, por gjithashtu është një vështirësi. Mund të konsiderohet një vështirësi. Pavarësisht se konsiderohet si vështirësi, ne prapë e shohim si dështim personal, si turp. Patjetër, ajo prek identitetin, stigma sociale. Patjetër, duke qenë se ne supozojmë që në mënyrë të natyrshme ne duhet bëhemi prindër, duhet lëmë pasardhës, dhe kjo
shihet si diçka që do duhet ndodhte lehtë dhe natyralisht, por nuk është gjithmonë kështu. Dhe pastaj individi e përjeton si një defekt, ka diçka që s'shkon me mua, ka diçka që s'shkon me trupin tim, dhe kjo pastaj prek gjithë identitetin e njeriut. Po fakti që shumicën e kohës ndihesh vetëm i pakuptuar nga të tjerët, si ndikon kjo ndjenja e vetmisë? Infertiliteti është një problem shumë kompleks, prek disa dimensione të njeriut, prek shëndetin, prek marrëdhënien çift, prek intimitetin, prek marrëdhënie shoqërore gjithashtu, marrëdhëniet familjare gjithashtu, dhe më thënë është i shtrirë në shumë sfera të funksionimit të njeriut. Në fund, ajo që sjell është vetmi, është izolim social, është ndjerit i pakuptuar. Nuk është një problem kaq i thjeshtë, domethënë duhet ne ta shikojmë në shumë dimensione. Ai krijon mes teje dhe trupit tënd një luftë. Edhe një distancë. Patjetër. Se ti do diçka tjetër, trupi jot nuk të përgjigjet. Është ajo shpresa që ti mban muaj pas muaji që të shofësh ato 2 vijat pozitive tek testi. Edhe krijohet vërtet kjo distanca dhe trupin e projekton jashtë vetes tënde, të paktën në sytë e mi dhe të eksperiencës time. Trupin e përjeton si tradhtar. Po, që fiks. Diçka, dikush që t'lan balt. Dhe kjo krijon atë ndjenjen e distancës. Diçka tjetër që mund të krijojë distancë është edhe të ndjerit i pakuptuar dhe i papar nga të tjerët. Duke qenë se dhimbja është private, emocionale, kjo është një plagë që nuk ka një fash të dukshme. Për individin dhimbja është e thellë, por është gjithsesi private, nuk duket. Të tjerët vijojnë me komente sipërfaqësore. Kur do ta bëni një fëmijë, pse s'po e bëni një fëmijë? Hë, çapo prisni, bëni një fëmijë. Dua ta cekim pak fare më vonë. Dhe duke qenë se dhimbja është shumë e madhe dhe jashtëmja është shumë sipërfaqësore, krijohet një ndjesi e madhe vetmie dhe dhimbje tek individi dhe tentojnë qoftë burrat apo gratë të izolohen dhe ta përballojnë vetëm. Po kjo dhimbja ndahet në 2, sepse në çift janë të 2 që vuajnë nga infertiliteti, i cili do qoftë problemi dhe vështirësia, do ta quaj dhe unë vështirësi tani, e cili do qoftë nga partnerëve vështirësia, dhimbja dhe vuajtja ndahet në 2. Bashkë me infertilitetin, ndoshta ata që nuk e kalojnë, kam përshtypjen se nuk kanë për ta kuptuar ndonjëherë, po disa gjëra që për të tjerët janë shumë të zakonshme ose që marrin kënaqësi, për një çift që vuan nga infertiliteti, disa gjëra që t'jepnin kënaqësi më përpara tani kthehen në detyrë, siç është planifikimi i jetës seksuale, sepse ti çdo gjë e rrotullon dhe qëllimi final është që ti të ngelesh shtatzan në fund të atij muaji. Si ndryshon kjo marrëdhënia seksuale, intime, intimitetin mos ta lidhin vetëm me pjesën e seksit, por a krijon dhe largësi emocionale ky planifikimi në gjithë këtë proces? Patjetër, prandaj thash që është një problem shumë kompleks. Dinamikat e çiftit preken thellësisht nga shqetësimet dhe vështirësitë me infertilitetin. Çifti nuk është më ai që ishte më parë, duke nisur nga elementi më i zakonshëm që është marrëdhënia seksuale, e cila kthehet tani një projekt i cili duhet të ketë një rezultat konkret. Pra seksi bëhet me agjendë dhe kjo e dëmton marrëdhënien çift. Një nga elementet e tjerë që ndikon është sepse burrat dhe gratë kanë mënyra të ndryshme të përballimit. Gratë kërkojnë më shumë afërsi fizike dhe kanë më shumë fjalë për emocionet e tyre. Meshkujt, burrat nuk e kanë të njëjtën pasuri verbale në shumë kultura. Kjo nuk është për çdo individ, po e përgjithshmja është kjo, që gratë janë mbajtëse më të mira të emocionalitetit, të shprehjes së tyre, të komunikimit të tyre, të ndarjes me tjerët, ndërkohë që burrat tentojnë të izolohen dhe të përjetojnë në mënyrë më të heshtur. Kjo nuk do të thotë që burrat nuk vuajnë. Burrat vuajnë dhe ndjejnë dhimbje njësoj si gratë, megjithatë mënyrat janë krejt të ndryshme. Çfarë ndodh kur një burr ka këto reagime, partnerja interpreton si minimizim të problemit ose mungesë interesi, dhe kjo krijon konflikte. Një nga gjërat e tjera është që tham humbet spontaniteti, humbasin momentet e bukura, lirshmëria. Kjo është një nga pjesët më të bukura të një marrëdhënie. Kur gjërat vijnë spontanisht, të pa programuara,
ne I shijojmë ato, është dhe ai efekti surprizë. Ama kur kemi një alarm që na bie në një ditë të caktuar, që ne sot duhet të bëjmë këtë, dhe kur rezultati që presim ne është është diçka që ne e presim, është diçka që ne kemi nevojë dhe nuk është më ajo bukuria që ta shijojmë, jemi vetëm për ta shijuar, bëhet e dhimbshme, bëhet e vështirë. Ndikon infertiliteti në ndarjen e çifteve? A ka një statistik për këtë? Shumica e profesionistëve të shëndetit mendor bien dakord që ka dy kahe. Mund të ndikojnë në ndarje, por mund edhe ta bashkojë një çift. Prandaj rekomandohet shumë terapia çiftit në kohën kur ka vështirësi me infertilitetin, sepse në qoftë se çifti fut në mes të marrëdhënies, kritika, sulme, akuza, tërheqje emocionale, shpesh herë ndodh që mënyrat e tyre të përballimit ndryshojnë. Për shembull, studimet tregojnë që një pjesë e konsiderueshme e burrave shtojnë përdorimin e alkoolit ose edhe të substancave të tjera. Kjo pastaj krijon probleme në marrëdhënie, të cilat mund të çojnë edhe ndarje. Edhe tradhtia, është parë që ka raste ku ka sjell një shtim të tradhive. Nga ana tjetër, nëse çifti ka mençurinë, dashurinë dhe një marrëdhënie intime e cila mbetet e paprekur nga problemi, por jemi unë dhe ti përballë problemit, ne të dy si një unitet, atëherë kjo krijon bashkësi, unitet dhe sjell të kundërtën. Si mund të mbrohet lidhja në një moment kaq të brisht? Komunikimi, mbështetja, validimi emocional, domethënë të mos minimizosh problemin, ta pranojmë që ka një problem, ka një vështirësi, ka një dhimbje. Kur dikush ka partnerët, ndihet që dhimbja nuk po dëgjohet, sigurisht do tentojë të tërhiqet dhe të mbyllet në vetvete. Kjo është një nga mënyrat, mënyrë tjetër është planifikimi i aktiviteteve të bukura bashk, të vazhdojmë jetën, ka një jetë tjetër, nuk është vetëm kjo misioni jon. Çifti ka një jetë tjetër, të udhtojnë, të organizojnë gjëra që bënin më parë, dalin me miq dhe sigurisht të kërkojnë ndihmë profesionale. Është shumë e rëndësishme terapia në çift, është shumë e rëndësishme terapitë e grupit, megjithëse këtu te ne mungojnë. Por janë mënyra, edhe individualisht mund të ndjekin edhe sporte, yoga, mënyra të tjera të meditimit, të gjitha këto ndihmojnë. Dikush që nuk ka mundësi që të shkojë te psikologu, disa hapa konkret që mund ta ndihmojnë një grua për të përballur më mirë pjesën e infertilitetit. Por mbështetja e miqve dhe familjarëve është e rëndësishme. Të flasësh, por të flasësh aty ku do ti, aty ku ndjen ti dhe në masën që ti ndjen, sepse është shumë private. Dhe shpesh kulturën tonë tentojnë, sigurisht nisur nga dashamirësia, po t'i shkelin ato kufinj dhe ta shtojnë dhimbjen e individit. Vetë persona duhet të zgjedhin me kë janë rehat të flasin, të komunikojnë dhe të kryejnë aktivitetet e tjera të kujdesit dhe të mirëqenies mendore, emocionale, fizike, të gjitha në kompleks, gjitha nga pak. Qoftë edhe rutina të vogla, të flë mirë, të mbaj një ritëm të shëndetshëm të ushqyerjes, të bëj gjëra që më pëlqejnë, të dal me miq, me shok, me mikesha, të ndaj shqetësimin tim, gjitha këto ndihmojnë. Po cila është ajo gjëja që njerëzit nuk kuptojnë rreth infertilitetit dhe ndikimit të tij emocional te dikush tjetër? Ajo është një vuajtje e heshtur, nuk ka një plag, nuk ka një fashim, nuk ka diçka të dukshme. Njerëzit shpesh herë bëjnë komente të cilat janë mikroagresione ndaj personit që po përballet me këtë vështirësi dhe kjo është pastaj ajo që krijon atë distancën e madhe. Ti nuk dëshiron më të dalësh, të shoqërohesh, bëhesh objekti i vëzhgimit social, të gjithë shohin trupin tënd. Kjo periudha e festave, që ke dhe këto mbledhjet familjare, që takon më shumë njerëz edhe po ju, kur do ndodhi, po pse s'po bëni akoma një fëmijë, janë këto komentet që dikush që nuk po kalon infertilitetin i duken shumë të pafajshme ose e kanë thjesht sa për të shtyrë bisedën, por nuk e din se çfarë po kalon ai personi tjetër që ndoshta
ai atë muaj ka bërë një IVF, ka dështuar, ka bërë një inseminim, ka dështuar, ka abortuar. 1001 problematika që mund të jetë duke kaluar ai person. Cila është një mënyrë konkrete që një mik apo i afërm mund t'i qëndroj afër ose mund t'i qaset si të sillet me një person që vuan nga infertiliteti, sepse unë e vëre edhe unë vetë marr komente që kur e shoh që më ngacmojnë i them të lutem nuk je duke më ndihmuar me këtë lloj komenti, për shembull komente të tipit që do ndodh kur të jetë koha ose do vi dhe koha jote, më fal po cila kohë? Koha që unë e dua është tani, thënë kjo është koha për mua. Ose kur thonë po je e re, edhe aq e re jo, sepse koha kalon edhe cilësia e vezëve ndryshon, numri vezëve ulet. Apo komente të tipit që do të ndodhi dhe ty se ja unë ngela me një herë, ose hiq stresin se stresi ta bën. Nuk e kuptojnë që kjo është një gjendje stresi konstante, nuk është se ti mund ta heqësh stresin. Kjo është shumë stresuese. Po, është e gjithë situata që është shumë stresuese dhe unë e di që jo vetëm njerëz afër meje, po e bëj biseda dhe me shoqet mia që ndonjëherë ose me pacientët e klinika që dhe njerëz të afërt nuk dinë si të sillen me një person që ka këtë vështirësinë e të mbeturit shtatzan. Dhe ndoshta është dikush që po e dëgjon këtë tani edhe mund të jetë motra e dikujt, kushërira, shoqja e ngushtë, një shok. Si mund të ndihmojnë ata dikoj që ka vështirësi për pjesën e fertilitetit? Unë dalem fillim tek festa. Festat janë momenti ku ne të shkëmbejmë dhurata me miq, ekspozojmë edhe pak jetën tonë familjare, fëmijët, kemi urimet, bëjmë atë rezumen, po ky viti që lan pas. Dhe kjo, në një farë mënyrë, për personat që përballen me këtë vështirësi, është të vësh një lupë mbi dhimbjen tënde. Atë që ti nuk e arrite as këtë vit. Atë që të tjerët e kanë tashmë, atë që ti po pret të vi si një dhuratë për festat, dhe kjo e bën dhimbshme. Megjithatë, unë doja të theksoja diçka. Rëndomt dëgjohet që personat të cilat vajzat kryesisht, se me vajzat është ajo, ose gratë, që kanë këtë pritjen, janë në pritje të një fëmije, shpesh herë bën ziliqare ose xheloze dhe i shmangin festat me fëmijë. Në fakt është vërtet që ata i shmangin festat me fëmijë, sepse përballja është e dhimbshme, është të përballesh me xheloze. Por jo, ajo nuk është xhelozi, ajo është dhimbje. Ajo është një përpjekje për të shmangur dhimbjen. Dhe prandaj doja ta prekja këtë, sepse është diçka që i vret shumë gratë kur e dëgjojnë. Të gjitha komentet, ndërhyrjet, këshillat vijnë nga dashuria dhe nga dashamirësia. Nuk ka keqdashje. Por ka ardhur koha të ndërgjegjësohemi. Ti thuash një vajze, se filiane ja e bëri dhe që në këtë moshë, unë e bëra shumë shpejt, do të vi dhe për ty, po të shketi e ti, unë e ndjej, kështu është fati, këto nuk ndihmojnë. Ja. Mënyra për ta ndihmuar dikë i cili përballet me këtë vështirësi është prania. Shpesh të qëndruarit pranë, me butësi, pa ja shkelur kufind, pa hetuar për dhimbjen e tjetrit dhe plagën e tjetrit. Nëse dikush do ta thot, e gjen mënyrën ta thot. Nëse dikush nuk e ka hapur këtë derë, ti mos e hap. Prit personit të jap kohë. Kultura jonë për fat keq i ka normalizuar disa shkelje të kufive. Edhe komentet janë të dhimbshme. Dhe barra siç e tham që në fillim rëndon mbi gruan. Shumica e syve janë të kthyer nga ajo, nga trupi i saj, dhe jo nga partneri, dhe gruaja vuan dy fish, kur problemi nuk shifet si i çiftit, por i saj, dhe të gjithë përgjigjet priten nga ajo. Mënyra për të ndihmuar është ti rrim pranë, ti dëgjojmë, ti pyesim me butësi, si ndihen ata, jo për detaje, askush nuk do t'jap detaje të intimitetit. Nëse shoqja, mikesha, motra, familjarja do ta thot, por nuk ka nevojë të bëjmë pyetje hetuese. Ela, gjëja më e rëndësishme që të mban të ecësh përpara në gjithë këtë rrugtim është shpresa. Shpresa se muaj tjetër do jetë muaj i realizimit të dëshirës. Por ka raste që nuk ndodh. Pra që ti
tenton muaj për muaj, ndonjëherë muaj të kthehen në vite, bëhet shumë e lodhshme dhe fillon të humbet edhe ajo shpresa që ti kishe. Dhe në të njëjtën kohë fillon krijon edhe trauma. A është e vërtet që i gjithë ky proces muaj pas muaj dhe ndër vite krijon këto trauma ciklike? Po, aty ka një cikël, është faza kur ti kalon muajin besardhës, është një periudhë e re ku ti sërish shpreson, bën veprimin dhe pastaj vjen faza e pritjes dhe pastaj mund të vi prap dështimi, zhgënjimi, dhimbja. Dhe kjo është një cikël i përsëritur i dhimbjes. Në kuptimin klasik të traumave, kjo nuk është një traumë. Megjithatë, elementet përbërës të saj, humbja e shpresës, ndjesia e humbjes kontrollit mbi trupin, ciklet e përsëritura dhe elemente të tjerë si këto mund ta kthejnë atë një traumë dhe mund të ketë elemente të traumës dhe mund të trajtohet si traumë. Por siç thash, në kuptimin klasik të traumave, kjo nuk është një traumë. Përjetimi emocional është i fortë dhe përmban element traumatik. Unë bëj shumë biseda edhe me vajza dhe gra të tjera që vuajnë nga infertiliteti dhe i shoh ndonjëherë që janë dhe shumë të izoluara dhe nga partneri i tyre, sepse nuk gjejnë mbështetjen e duhur ose përkrahjen e dur, një fjalë, ai komunikimi që ti the që është shumë i rëndësishëm. Unë nuk e shoh të pranishëm në shumë çifte që po përshkojnë këtë rrugtimin e infertilitetit. Anta siç e tham në fillim, burrat dhe gratë vuajnë njësoj, dhimbja është e njëjtë, mënyra si shfaqen është e ndryshme. Megjithatë, unë doja ta prekja pak që një pjesë e mirë e studimeve raportojnë si shqetësimin kryesor të grave mungesën e përfshirjes së partnerit. Unë kam prirjen të mos i besoj studimet 100%, sepse gjithmonë duhet parë konteksti kulturor, mënyra si është kryer studimi dhe shumë elemente të tjerë. Por më dojgji pak kjo perceptimi nga ana e grave që mbështetja e partnerit është e ulët. Kishte raste ku për shembull ata raportonin që angazhimi është i ulët deri në pikën kur unë nuk lë as duhanin, nuk dua të bëj një sport ose dua të ha, po nuk dua të ha ushqime të caktuara. Kurse gratë përpiqen më shumë në këtë drejtim. Kjo nuk do të thotë që gratë duan më shumë. Kjo është perceptimi i tyre dhe prandaj terapia e çiftit mund ta shpjegojë nëse është perceptimi i gruas apo ndodh vërtet kështu. Për këtë nuk bëjmë dot deklarata. Megjithatë, diçka është e sigurt që burrat dhe gratë vuajnë njësoj dhe dhimbja është njësoj. Burrat madje e përjetojnë si shumë të rëndë sepse e lidhin me zhburrërinë ose me mos qenit burr mjaftueshëm. Ajo që unë doja të nënvizoja në këtë situatë është kur ndodh vështirësia është e jona. Nuk kam më unë dhe ti, trupi jo dhe trupi im, jemi ne të dy dhe kemi një vështirësi, kemi dhe një dëshirë. Duhet jemi në të njëjtën anë të dy për të përballuar vështirësinë dhe problemin. Dhe në fund, kur janë bërë disa përpjekje, disa tentativa, nuk po funksionon, janë provuar të gjitha mënyrat alternative, nuk po funksionon, çifti sërish duhet mbetet bashk për të pranuar që ne jemi bashk dhe jeta vazhdon. Dhe ata kanë qenë ata të parët përpara kësaj dëshire. Patjetër. Dhe të gjejnë mënyra të reja të planifikuarit të ardhmen së bashku, sepse shumë çifte e kanë ëndërruar, planifikuar dhe parashikuar jetën në çift me një fëmijë. Duhet dal ngadalë të normalizojmë, të pranojmë edhe metoda opsionale prindërimit. Adoptimi është një prej tyre, është një vendim krejt personal, më saktë jo personal, po i çiftit. Nuk mund të sugjerohet nga dikush jashtë. Edhe nëse vendimi është ky, pse jo, do ishte diçka shumë e bukur. Por nëse vendimi është që ne të dy jemi bashkë dhe do ta jetojmë jetën bashkë, jeta prapë është njësoj e bukur. Prindërimi është një pjesë e individit, por nuk është gjithçka. Dhe marrëdhënia e çiftit është gjithmonë më e rëndësishme se sa përtej këtyre dëshirave dhe të parealizuara, ndoshta ndonjëherë nëse çifti vendos që ata janë mirë edhe bashk, janë mjaftueshëm dhe bashk, se ndonjëherë është dhe kjo që
sikur nuk ndihen të plotësuar ose kur janë vetëm 2, po nëse ata vendosin që janë mjaftueshëm dhe vetëm ata të 2 bashkë ose zgjedhin dhe rrugë të tjera, qoftë nëpërmjet adoptimit, dhurimit të vezëve, dhurimit të spermës, domethënë ka shumë mënyra alternative që sot të bëhesh prind, apo adoptimit ndoshta dhe të një kafshe, jo vetëm prindërimi merr forma dhe fytyra nga më të ndryshmet. Çdo gjë që ndihmon për të mbajtur marrëdhënien të shëndetshme nuk duhet të gjykohet, nuk duhet të ndërhyhet nga palë të tjera. Mendoj se këto i takojnë vetëm çiftit që po e kalon në lëkura të dhimbjen edhe vuajtjen dhe vendimet i merr ai më të mirën për jetën e vet. Se gjithë ky rrugtim të merr pak në atë vrullin e ti dhe ti harron që e para je një qenie më vete dhe e dyta që jeni 2 persona në gjithë këtë rrugtim dhe duhet të respektoni njëri tjetrin, kohën bashk dhe çiftin, marrëdhënien që ju keni. Pra, nuk është e rëndësishme vetëm të sjellësh sot një fëmijë në jetë, sepse kjo është ajo që kërkon shoqëria, kjo është ajo që duhet, ajo që fiksa, ajo që pritet. Patjetër dëshira mund të jetë shumë e madhe, por disa as nuk kanë mundësi të bëjnë një IVF, se nuk kanë të ardhura për ta bërë atë gjë. Dhe se nuk e prekëm mjaftueshëm faktorin ekonomik. Zakonisht këto procedura shkojnë më shumë se sa 3 deri në 4 fishën e pagës normale. Unë dëgjoj njerëz që marrin kredi, njerëz që shesin shtëpi, njerëz që janë edhe mund të jenë rënuar ekonomikisht. Edhe kjo e shton dhimbjen. Edhe mund as mos të kenë dalë me sukses nga gjithë tentativat që kanë bërë, por ka alternativa dhe jeta është shumë më shumë se sa kaq. Edhe gjithmonë i duhet gëzuar asaj që ne kemi për momentin, se sa të rrim të vuajmë për një gjë që është në të ardhmen, që nuk e dim as nëse do vi ndonjë ditë, ajo koha që po na thon të gjithë që kur të vi ajo koha, duhet çdo gjë që bën sens për çiftin është okay. Çdo zgjidhje, çdo mënyrë të interpretuarit, të jetuarit jetën është okay. Mjafton të bëj kuptim për çiftin. Kjo është e bukur e njeriut që nuk ka one size fits all. Ne jemi të gjithë të ndryshëm, kemi të gjithë mënyrat tona, e rëndësishme është që ajo jeta të mos shkojë dëm, të ketë kuptim, të jetë e plotësuar dhe e përmbushur në mënyrat që gjithë secili gjen dhe çifti gjen. Po. Unë dua ta mbyll bisedën me ty fiks me këtë fjali, sepse e thash edhe episodi më përpara që këto do jenë 2 episode që po shfaqen në periudhë festash. Edhe festat realisht janë shumë të rënda nga ana psikologjike për dikë që po kalon infertilitetin, po unë doja dhe dua që ne të japim dritë edhe shpresë. Edhe që asgjë nuk nis dhe përfundon me lindjen dhe sjelljen në jetë të një fëmie, por çdo gjë nis nga ne dhe patjetër do bëjmë të gjitha sakrificat, mundimet për të arritur qëllimin final nëpërmjet çfarë do lloj rruge, po duhet të gjejmë edhe paqe nëse ajo nuk ndodh. Edhe është e rëndësishme që të flitet dhe për këtë gjë, sepse e shoh që e vuajnë shumë dhe as nuk e pranojnë, as nuk u shkon në përmend që kjo gjë mund të mos jetë një opsion për çiftin. Patjetër shumë mirë të mbahet ajo shpresa gjallë, po duhet jemi dhe pak realiste dhe duhem pranuar të gjitha ajo gota plot me të gjitha të mirat edhe të këqijat që ka. Ela, unë të falenderoj shumë, ishte një bisedë shumë e ndjerë. Unë u emocionova në disa momente, po nuk ishte e thjeshtë, ta bënim këtë bisedë bashkë sot edhe unë isha shumë vulnerabël. Po më vjen mirë që e ndava me ty, unë ndjeva komode, e qetë, ky zëri jot që na shoqëroi përgjatë gjithë episodit, ishte fiks si një seancë terapie. Shpresoj të jetë dhe për ata që po na dëgjojnë nga ekrani. Edhe ju festa të mbara, edhe një jetë të mbarë, edhe të lumtur, gjithë secili në rrugtimin e vet në mënyrën që për atë bën sens. Faleminderit shumë.
Të pjesë të dytë të këtij episodi, unë jam me një mjeke, kirurgje maksilofaciale, të cilën e kam njohur përmjet rrjeteve sociale. E kam njohur në një periudhë të vështirë të sajën, të mbushur plot me sfida, sidomos atë të infertilitetit dhe IVF-it, dhe që prej atij momenti ne kemi qenë ndër vite në një komunikim të vazhdueshëm. Jam shumë e lumtur që kam sot Erisin e Gajës, ndoshta sepse kështu e njihni shumica nga jush, po për mua është Erisi i Vitexit. Eris, mirë se erdhe. Faleminderit Anta. Jam shumë e lumtur që më mundsove të kam këtu sot. Ne kemi folur aq shumë në Instagram edhe kur jemi takuar dhe mendoj se e meritoni dhe njerëzit që na dëgjojnë ne të dyjave live edhe kështu në ato komunikimet që dhe ne kemi pasur me kënaqësi. Eris, ti ke ndarë në momentet e tua më të vështira, ti vendose të dilje publikisht dhe të ndaje sfidën e infertilitetit, duke krijuar një blog që është Gaia Fertility, dhe ai nuk është thjesht një blog, po është një komunitet për të gjitha vajzat dhe gratë që vuajnë nga infertiliteti. Aty gjejnë mbështetje, suport, këshillim të duhur, sidomos nga ana e suplementeve, në mënyrë që ato të arrijnë të ngjizin natyralisht, por edhe jo një shtatzani. Si e mban mend ti ditën kur kuptove që rrugtimi për të bërë nën do kishte shumë malore? Kam qenë më e vogël në moshë, kam qenë diku te 26-27, me një cikël që herë vinte i rregullt, herë vinte i çrregullt, dhe në ato ekzaminimet rutinë, thjesht me atë moskokçarjen e moshës, e mora shumë të lehtë dhe shumë të kollajt. Në vazhdim, në ato ekot rutinë që po bënim, mjeku më komunikon që ndoshta nuk do ta kishim aq të thjeshtë rrugën drejt konceptimit të një shtatzanie. Momenti i parë ka qenë shok, realisht, sepse në ato momente nuk isha dhe gati të bëhesha mami. Dhe thjesht e kuptova që më duhet që rrugën që do ta arija një ditë, më duhet ta bëja pak më shpejt. Cila ka qenë problematika jote kryesore? Kanë qenë dy, por nuk janë diagnostikuar në të njëjtën kohë. Për postdhimbjeve, ne kemi bërë gati një vit mbrapa ekzaminimeve të shumta, një laparoskopi diagnostikuese, në të cilën atjetër ishte e vështirë si periudhë postoperatore, por u konstatua që tubat një kishte kalueshmëri fine dhe një ishte totalisht i bllokuar. Gjithashtu kanë qenë edhe aderencat në vezore që ato më së shumti jepnin prezencën e dhimbjes gjatë cikleve, dhe pas përfundimit të laparoskopisë, pas një vit e pak ndjekje, ne kishim neglizhuar një gjë shumë të vogël, që ishte një analizë bazë hormonale, prej të cilës unë u diagnostikova me hiperprolaktinemi. Pra kishe prolaktinën e lartë? Prolaktinën e lartë me prezenca adenome, se jo gjithmonë prolaktina e lartë indikon këtë gjë, dhe aty filluam që të menaxhonim edhe prolaktinën. Po nga ana kirurgjikale, a patë ndonjë zgjidhje që u fute në laparoskopi? Apo ishte më tepër diagnostikuese? Ishte diagnostikuese, është vepruar tek pjesa e aderencave, lirimit të vezoreve, dhe u bë një tentativë, le të themi, për zhbllokimin e njërit nga tubave, por sado edhe në rrugë kirurgjikale, për shkak të faktit që tubat janë shumë të hollë dhe nuk ka dhe instrumenta të cilët bëjnë të mundur lirimin, po dhe lokalizimit, që ishte bllokimi, nuk u arrit që të ndërhyej. E kuptoj. Ju gjatë gjithë kësaj kohe më përpara nuk është se po kërkonit një shtatzani, dhe vetëm prej faktit që ti të vendos diagnoza e bllokimit të tubave dhe prolaktinës, filluat më pas që të ne tentoni? Kishim faktikisht 6 muaj që po tentonim, por siç e thash, jo me ndonjë ngut të madh, dhe jo rregullisht. Pas laparoskopisë, pastaj lindi si nevojë, sepse vazhduam ekzaminimet e tjera. Filluam të tentonim edhe me cikle natyrale IVF-i, në mënyrë që të merrej veza që kalonte në ovulacion dhe të mund të implantoj. Kam bërë 2 cikle të tilla, asnjë nuk u arrit që të krijoj embrion, dhe pastaj vendosëm për IVF-in. Ty IVF-i të dha si e vetmja zgjidhje? Në ato momente jo. Mbaj mend që laparoskopinë e kam bërë me një mjek grek. Ai kishte shpresa që me normalizimin e prolaktinës dhe me kalueshmërinë e njëri tub të ndodhte shtatzania, por kam qenë unë që kam insistuar në atë pikë që t'i hyja IVF-it me shumë kokëforci, dhe pse nuk ishte momenti i duhur,
mendoj se kam bërë gjën e dur. Unë akoma i mbaj mend ato, po ta thoj edhe jashtë kamerës, akoma i mbaj mend ato storyt e tua kur isha duke bërë stimulimin, me sa pozitivitet e ke kaluar të gjitha të periudhë, por është ndryshe ne që e shohim nga Instagrami dhe janë ndryshe përjetimet e tua. Si ka qenë ajo periudhë nga ana emocionale? Shiko, unë kam kaluar përpara vendosjes për të hyrë në IVF një periudhë shumë të vështirë. Gjë e cila më shkundi që unë kur t'i hyja këtij procesit kisha gjithë energjinë edhe pozitivitetin e mundshëm për ta menduar si të suksesshëm. Do të thënë kam hyrë në IVF me një besim të plot që ai cikël do hecte. Kështu që emocionalisht nuk ka qenë i vështirë. Fizikisht patjetër që po. A ke pasur këto simptomat që përmendin më shpesh, çfarë ke ndjerë ti? Risku i hiperstimulimit ka qenë gjatë stimulimit që ne kemi bërë dhe diskutuam në një moment që të ndërprisnim dhe stimulimin. Unë kam marrë vetë riskun përsipër që ta mbyllja si cikël, sepse këtë gjë e pam diku rreth ditës së 10 dhe kishte kaluar më shumë se gjysma e rrugës. Dhe aty vendosëm që cikli të përfundoj. Ka qenë ajo ndjesia bloating e fryrjes, ndryshimet patjetër hormonale japin këto ndryshimet emocionale. Ai cikël vetëm ka qenë i vështirë. Pjesa fizikisht deri në marrjen e vezëve. A ke pasur momente në gjithë këtë rrugtimin tënd se i gjithë ky episod ka qenë më tepër i fokusuar te ana psikologjike, suporti që një grua që po kalon infertilitetin duhet të ketë, si e përballon ajo vetë, dhe për mua ti je një rast suksesi, jo vetëm për forcën që ke treguar, ndërgjegjësimin që ke bërë, faktin që tani ke 2 binjake të vogla në duart e tua, dhe për mua je një rast shumë i suksesshëm. Por a ka pasur ndonjë moment gjatë këtij rrugtimi që ti mund të kesh fajsuar veten, ose që mund të jesh ndjerë vetmuar, e pa kuptuar? E pa kuptuar, po. E vetmuar ti kur vuan me infertilitetin, flet të njëjtën gjuhë vetëm me ato vajza që e vuajnë infertilitetin. Edhe ti mund të jesh në një dhomë e rrethuar me 100 njerëz dhe prap nuk është se ndihesh plot apo ndihesh i shoqëruar. Nuk jam ndjerë vetmuar se kam pas Klajtin suport gjatë gjithë kohës, por që do doja që të kishte hapësira, mos të trajtoj kaq shumë si tabu. Unë vetëm pasi e kam shfaqur këtë anë të vetes time, kam njohur mbi 10 veta të tjerë që i kam pasur afër vetes, që më kanë transmetuar që kam pasur të njëjtat probleme. Dhe ndoshta do ndihesha më e fortë, do ndihesha më ndryshe, sikur mos të mendoja aso kohë që Zoti më kishte zgjedhur vetëm mua për këtë gjë. Ndaj dhe unë po e bëj këtë podcastin, sepse realisht ndihen shumë të vetmuara, sikur u ka rënë vetëm atyre ky problem kaq i madh, po ndërkohë janë shumë. Edhe ndaj na duhet që të flasim më tepër për këtë gjë. Ti the që përmende që bashkëshorti jot ka qenë gjatë gjithë kohës atje për ty. Por si ka ndikuar infertiliteti në jetën tënde të përditshme, në marrëdhënien me të? Problemi është që ne u hasëm me infertilitetin në një kohë që ishte shumë herët për marrëdhënien për ta çuar në një hap tjetër. Dhe patjetër që kjo gjë në fillimet e veta, meshkujt janë shumë më moskokçarës dhe mendojnë se disa gjëra thjesht ndodhin dhe femrat i mbistimulojnë edhe ndjesit. Patjetër që as partneri im nuk aso kohë se sot është bashkëshorti nuk bën përjashtim nga kjo gjë. Nuk e mori me aq ngutë. Kam qenë unë që kam insistuar gjatë gjithë kohës, por fillimet kanë qenë të vështira. A ka pasur momente për shembull kur ke dashur të heqësh dorë ose? Jo. Asnjëherë. Asnjëherë. Ke besuar gjithmonë? E kam besuar gjithmonë. Nuk është se jam ndier ndonjëherë e lodhur që të them kur të marrë kjo gjë unë nuk e bëj më. Stimulimin apo nuk i shkoj më kësaj rruge deri në fund. Kam pasur një besim të verbër që do ndodhte. Po komunikimi juaj si çift a ka qenë gjatë gjithë kohës prezent,
Apo ka pasur momente kur ti je mbyllur në vetvete, ai është mbyllur në vetvete? Ka pas sekuenca të vogla, por që komunikimi ka qenë gjithmonë aty prezent. Se është shumë e rëndësishme dhe kjo marrëdhënia me partnerin, se ndonjëherë e para merret e mirë që në mbështetja, po jo në të gjitha rastet ndodh kështu. Jo gjithmonë partneri është shumë mbështetës në... Unë nga blogu e kam kuptuar këtë. Po, doja të dilnim pak te Më kjo së shumti, sepse infertiliteti trajtohet si diçka që bëhet femra fajtore. Po. Edhe shumica e vajzave nuk e kanë atë forcën të dalin përtej kësaj edhe të mendojnë që unë nuk mund të jem fajtore për çfarë po përjeton trupi im. Se është mjaftueshëm pesha e infertilitetit që ti ta ngarkosh dhe me këtë gjë. Kam raste pafund përjetimesh jo të duhura nga vajzat, edhe duke qenë se trajtohet akoma si tabu edhe ndërhyrje familjare të jashtme që janë të panevojshme realisht. Por Shqipëria nuk është kjo e bukura që ne flasim, ka dhe përtej kamerave, ka edhe përtej inboxit. Dhe është shumica për të ardhur keq. Edhe kur na ndodhin ne që jemi të formuar intelektual me një lloj bagazhi, imagjino çfarë ndodh në një zonë rurale që aty përjetimi na ndryshon vetëm përjetimi. Na ndryshon vetëm përjetimi, se aty përjetimi është patjetër shumë i thellë. Intens. Po. Ka ndonjë moment që IVF-i, patjetër se ti e ke përjetuar gjithë atë proces, po jo vetëm IVF-i, po dhe procesi i tentimit edhe ajo dëshira për të sjellë në jetë një fëmijë, të kthen nga një çift që ju jeni të dashuruar me njëri tjetrin, shijoni njëri tjetrin, e kthen marrëdhënien totalisht në mekanike për shkak, apo ti nuk e ke përjetuar shumë këtë sepse... Jo, nuk do gënjej, e kthen në mekanike dhe në mekanike në atë momente shumicën e rasteve kthehet nga femra. Se ti e duke detektuar ovulacionin, ka raste që bashorti mund të ketë punë të tjera të tillë dhe nuk takon pjesa e ovulacionit me ditën që duhet jeni bashk, është presioni shtuar. Por që duhet të dish ta menaxhosh. Ne kemi pas një rregull të artë që të paktën 2 orë në ditë ne nuk do flisnim për IVF-in dhe për bebat. E kuptoj. Se gjithë pjesa tjetër ishte vetëm protokoll, tentim, të ardhura, mjekime, që është ngarkesë kur përballesh në një moshë aq të errshme. A do doje ti të dije diçka më herët për procesin e IVF-it, apo i ke mësuar çdo gjë duke kaluar si rrugë? Do doja të dija më herët, sepse duke qenë se nuk ka pas dhe një blog të mirëfillt për infertilitetin, do doja të dija që kjo gjë ishte shumë e shpeshtë. Që nuk isha vetëm unë që më zgjodhja i lartë edhe unë po e kaloja dhe po e përjetoja. Do doja të kisha një komunitet ku mund të flisja siç flas tani me vajzat e Gajës. Unë kuptoj, dhe ti ke bërë gjën më të mirë që e ke hapur atë blog, pavarësisht gjithë rëndesës dhe mendore që vjen, sepse njerëzit thjesht të përplasin ty ose mua. Unë e vëre sa herë bëj ndonjë postim për endometriozën, ose sidomos në fillim kur thash që isha diagnostikuar me endometriozë, më kanë ardhur aq shumë mesazhe dhe ishte shumë sfilitëse që të dëgjoja dhe vuajtjet e të tjerëve, dhe kishte momente që thjesht u dërgoja nga një mesazh dhe i thoja, të lutem, a ka mundësi mos të më dërgosh më mesazh, sepse nuk kam nevojë të dëgjoj gjithë të këqijat për këtë, unë kam nevojë dhe unë përpiqem edhe vetë të jap shembull pozitiv, edhe patjetër ka ditë të errta të vetat, po më duhet të tjerëve duhet t'u japësh forcë, edhe nuk mundesh thjesht, sigurisht pa qenë deluzionale, po duhet t'u japësh forcë edhe duhet të ndash pozitivitet, edhe jo të mbytesh dhe të zhytesh më shumë në atë. Mesazhet më absurde që mua më kanë ardhur aso kohë, që unë isha vetë duke bërë injektimet, kanë qenë mesazhe të tipit: "Okej, ti ke mundësi ta bësh IVF-in, po ka dhe vajza aty jashtë që nuk kanë as mundësi ta bëjnë, kështu që ti nuk je duke vuajtur." Po, ky është komentim i idiot. Nuk mundesh dot të barazosh vuajtjen apo të vendosësh një pesh mas për vuajtjen, sepse vuajtja është ndjesë përjetim individual i secilit. Asnjë nuk mund të kaloj përtej kamerës dhe të shohë se si e përjetoj unë. Siç e the dhe ti, ka dhe ditë e errta që realisht nuk duron dot veten, jo komente dhe jo ngarkesa, ku ti thjesht kupton që ka pas momente dhe që kam dashur ta mbyll blogun, sepse u
u kthye në ngarkesë aq të tepërt nga një zonë informuese në një zonë kur njerëzit shfrynin ato ndjesitë e veta dhe u bë e tepërt. Por që më njanë këtyre ka dhe atë pjesën e qëllimi është më i madh dhe i ka përcen këto si ndjesi. IVF-i jot, do të thënë që procesi IVF-i dhe shtatzania ka qenë lehtë apo ke pasur dhe ti sfidat e tua gjatë shtatzanisë? IVF-i ka qenë i lehtë emocionalisht, që më bënte ta kaloja edhe pjesën fizike. Shtatzanin e the më shumë keqardhje që nuk e kam shijuar. Nuk e kam shijuar sepse më njanë ngarkesës në javët e para, një risku prej progesteronit që embrionet edhe mund mos të mbanin. Kam qenë regjim diku tek 3-4 javë nga java e 8 në javën e 12. E kam shijuar pothuajse muajin e 3-4 dhe në muajin e 5 nisën komplikacionet e preeklamsisë. Që më është dashur. Sqarojmë pak çfarë është preeklamsia? Me fjalë të thjeshta unë nuk di të ta them preeklamsin, po e them që të më kuptojnë të gjithë. Janë komplikacione në të cilat i vuan edhe nëna, por edhe bebi. Ka një risk për lindje të parakoshme tek fëmijët, por ajo simptom që unë kam pasur e preeklamsisë edhe që më çoi meraku drejt ekzaminimeve ishte që kisha raje shumë të shpeshta zemre. Gjë e cila u bë e vështirë është edhe faktin që ishin 2 binjak që isha duke i rritur, risku ishte më i lartë edhe për lindje të parakoshme dhe vetëm frika e lindjes së parakoshme më ka ngarkuar emocionalisht. Plus kam pas probleme edhe me albuminën në muajt e fundit, fryrjet e ekstremiteteve që u bë e vështirë edhe lëvizja. Kështu që me shumë keqardhje them që atë shtatzani që me zore prisja nuk e kam shijuar. S'ka gjë, po shijon këtë pjesën. Po shijon pjesën pas. A ishte ti ke Novën, ke edhe Lunën. Po. A ishte shumë emocionuese kur morët atë përgjigjen që ishin 2 dhe jo 1, se ti kishe shpresuar gjatë gjithë kohës? Shikon, ne kishim bërë një betacë përpara, në të cilën unë nuk prita që ta ndaja me Klajdin, pra të ishim bashkë dhe thjesht e ka marrë në telefon dhe Klajdi nuk e ka besuar. Pastaj kemi shkuar tek mjeku, kemi bërë ekon dhe kur kemi bërë ekon, unë isha njohur me pjesën e ekografive për t'i analizuar, për t'i interpretuar dhe i them po pse janë 2 pika aty? Dhe doktori më thotë se janë 2 beba. Dhe ka qenë, unë dua ta interpretoj në këtë lloj forme. Sa më intense të jetë dhimbja, aq më i madh është bekimi. Dhe ndoshta nënat që e vuajnë më shumë konceptimin e një fëmijëve, e shijojnë më shumë atë momentin e parë, se fëmijët patjetër të gjithë i shijojnë. Po momentin e parë e shijojnë më shumë. Po ka qenë një përshtyellim ndjesish, se ti nuk di se si të reagosh në ato momente. Je shumë i lumtur, po edhe shumë i papregatim. Po prap duhet të jetë shumë i fuqishëm ai moment. Është i fuqishëm. Si ja del tani? Që janë 2. Nuk ja dal. Do më bind veten që ja dal. Po. Është shumë e vështirë prindërimi me 2 se ndjesia e fajit është aty gjithmonë, ti nuk mund të jesh kur mami plotësisht për 2 në të njëjtën kohë. Kam ndim patjetër në rritjen e vajzave, por rritjen vajza është shumë empatike. Po, e kam vërë. Janë realisht të 2 shumë empatike, gjë që e kanë në karakter dhe sa do të dua unë t'ju ndryshoj, sepse janë emocionale, e kanë pjesë të vetën. Po unë prap do t'i ris për një botë, ndoshta jo këtë aktualen që jemi tani, po për një botë të drejtë. Po. Sepse është vetmja mënyrë që ta gjejnë rrugën e vet. Ti ke bërë bebat e tu, po ti ke bërë dhe shumë beba të tjerë. Kjo është e vërtet. Shumë beba të tjerë. Dhe nuk i ke lindur ti, për të gjitha ata që po na dëgjojnë, por në këtë rrugtimin tënd, ti solle për herë të parë në Shqipëri një shpresë. Një shpresë nëpërmjet një suplementi, të cilin i cili ka ndihmuar dhe shumë gra të tjera për të rregulluar dhe për të balancuar hormonet e veta. Unë jam njohur me Vitexin pak përpara se ti ta sillje në Shqipëri, por prej teje kam lexuar, kam mësuar më shumë.
Dhe bebat e Vitexit kanë qenë të shumtë, ata që ti ke bërë me studim këtë gjë. Po. Kështu që sa beba Vitexi ke në databazën tënde? Momentalisht duhet të jenë diku të 670 e pak. Në një harë kohor prej 4-5 vitesh. Është fantastike. Ti si të lindi ideja për ta sjell? Ishte nga përvoja jote personale apo? Ishte vetëm nga përvoja personale, sepse lindi nga nevoja. Unë realisht i urej kontraceptivët dhe më është dashur t'i marr shpesh herë gjatë cikleve, përpara cikleve të IVF-it, po dhe për të rregulluar ciklin her pas here. Doja diçka që vepronte mbi hormonet, po që nuk ishte hormone. Aso kohë, kjo kërkesë e imja më dukej shumë naive, se nuk e dija që ekzistonte diçka që e bënte këtë. Dhe kam shkuar te një mjeke endokrinologe në Itali, e cila më prezantoi me Vitexin duke qenë se medikamenti që merret për prolaktinën nuk po më vepronte. Dhe pash një rënje drastike brenda muajit. Kam bërë takime të shpeshta me një distribucion në Itali fillimisht. Ishte shumë e vështirë marrja e distribucionit, edhe pse mundsova në fillimet e hapjes së faqes atë si distribucion, por kushtet ishin të paritshme, të paktën për mua në atë kohë, financiarisht. Dhe nuk e dija se sa do pëlqej kjo gjë, sa do përqafoj kjo gjë. Dhe me mjekun që ndiqesh asaj kohe, i kërkova të mund të ndërtoja një database mjekësor dhe të mund zvendçonim terapinë kontraceptive me Vitexin. Ishte shumë pro duke parë veprimet që Vitexi kishte bërë tek unë dhe ndërtova databasein e parë me diku tek 100 pacient. Në diagnoza të ndryshme për të parë mekanizmin e veprimit, kanë qenë të vështira ato fillime se të duhet të bindesh një mas për diçka që nuk e kanë dëgjuar. Dhe vajzat që vuajnë nga infertiliteti janë të lodhura nga mjekimet dhe nga trajtimet. Dhe nga suplementet pafund. Dhe nga suplementet pafund. Se është e vështirë të gjesh diçka që funksionon. Shiko, një vajzë me endometriozë, një vajzë me PCOS mund të ketë pa frikë 10 deri në 15 suplemente për menaxhim. Vërtet. Më trego më tepër. Dhe doja diçka që mund të kishte veprim të gjerë, që mund të përdorej gjërazi në diagnoza të ndryshme. Vitexi përdoret në çdo diagnozë infertiliteti veç tubave, sepse kur tubat janë bllokuar konceptimi, nuk ndodh. Dhe pas ndërtimit të databasit mjekësor, blogu kaloi nga suport emocional në suport tjetër edhe për Vitexin. Ajo që unë shikoj si vlerë të shtuar të blogut është monitorimi dhe po e sqaroj sot këtu se çfarë është një monitorim. Shumicat e vajzave kryejnë analizat të cilat referohen nga mjekët. Analiza në mas, që nuk e dim për çfarë po i kryejnë, që nuk marrin kur një interpretim, po janë thjesht pjesë e dosjes së tyre për të ndjekur protokollin e mjek. Për fat të keq, ndonjëherë mjekët në infertilitet kërkojnë vështirësinë tek gjërat e mëdha, por anashkalojnë disa të vogla. Që janë bazike, që janë hormonet. Të paktën në ato raste që unë ndjek, shoh vajza të cilat marrin metformin, kur nuk kanë bërë kur një oma indeks, ose siofor. Shoh vajza që marrin kontraceptiv ose cikleklomid, kur kanë një rënje të AMH drastike pas ciklit të parë ose të dytë. Kështu që doja diçka që të ishte gjithë përfshirëse, edhe në funksion të mjekëve. Unë tani bashkëpunoj edhe me mjek për sa i përket Vitexit, të cilët kanë parë ato janë thelluar patjetër më shumë se unë, por mjekët janë ata të cilët bëjnë punën më të madhe për sa i përket menaxhimit të rasteve dhe kjo është vlera e shtuar e blogut, pjesa e monitorimit, drejtimit drejt një rrugë tjetër që ndoshta mjekut i humb rrugës. Vitexi personalisht më ka ndihmuar shumë me mosrritjen e kistit të endometriozës. Do të thënë ma ka mbajtur të menaxhueshëm sepse u bën 4 vite që unë jam diagnostikuar. Dhe kisti shëqyrzotit nuk është rritur dhe e kam vënë që më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë me ovulimin. Unë e shoh që kur unë e pi Vitexin rregullisht, unë ovuloj çdo muaj. Në momentin që unë e ndërpres, nuk ovuloj. Dhe nga që ka muaj që unë e monitoroj ovulimin, që shoh edhe sa trashen, muret e mitrës dhe gjitha këto, në muaj që unë e kam pirë Vitexin, po flas pas një suport tjetër hormonale, klamid, letrozol. Endometri është 3 shtresor, do të thënë është fiks ashtu siç duhet. Vitexi është suplement, por Vitexi është një stimulant bimor dhe është një progesteron natyral dhe trashja e mureve të mitrës shkon direkt me progesteronin si hormon.
Po mos ta lidhim Vitexin vetëm me infertilitetin. Vitexi është fantastik edhe për PCOS-n, sa unë ua kam dhënë pacientëve që mund të kenë pasur 6 muaj mungesa cikli dhe atyre u ka ardhur cikli, sepse është quhet bima e murgjve dhe ul komplet hormonet mashkullore dhe ndikon te pjesa e androgjenëve. Ua them shpesh vajzave, Vitexi nuk merret vetëm për të konceptuar. Vitexi merret për të normalizuar trupin tënd, hormonet e tua, për të pasur një cikël të rregullt, për të qenë gati në një moment të dytë për një shtatzani, por gjatë kohës që tentoni, patjetër edhe siç e diskutuam dhe pak më herët, ka raste që për një klik të vogël hormonal, qoftë estradioli apo FSH-i, nuk kanë mundur që të konceptojnë dot. Me një zgjidhjes me kontraceptiv që mjekët frenojnë 2 muaj ovulacionin që pastaj FSH-i lashit shkojnë në vlerat e duhura, më mirë marrim diçka që e normalizon trupin në kohën tënde biologjike, patjetër se jo çdo trup reagon njësoj. Vitexi prandaj ka një kozjati të ndryshme përdorimi në bazë të diagnozave, por e marrim si suplement shtesë bimor në dietën ushqimore për të ndjerë mirë me veten. Njëherë pastaj ta lidhim mirëqenia. Mirëqenia pastaj ta lidhim me fertilitetin. Shumë e rëndësishme. Eris, çfarë do i thoje vetes tënde 5 vite më përpara, nëse s'do di asgjë çfarë ka ndodhur sot? Gjë e parë që do t'i thoja është që ti nuk mund ngelesh shtatzan me herën e parë. Ndodh shumë rrallë që ti të ngelesh shtatzan me herën e parë. Ata që ngelin pa dashje. Dhe nuk e di mor zot se si mund të ngelesh shtatzan pa dashje. Asun. Se me shumë dashje dhe është e vështirë. Njerëzit hasin vështirësitë e veta. Po të ngelesh shtatzan pa dashje e has shumë shpesh, më duket absurde. Do i thoja vetes që unë jam një nga këto raste. Që jam e fort, po këtë e kam ditur gjithë kohës, që nuk jam më pak femër se nuk munda të konceptoja naturalisht, dhe që nuk jam vetëm, sepse sado njerëz të kesh afër, po prap, ua them edhe vajzave shpesh herë këtë. Kur keni ato ngarkesat tuaja edhe ndjeni se doni të hiqni dorë, mund të më shkruani se jam aty për t'ju thënë që nuk janë vetëm. Po, ky është një mesazh shumë i bukur, edhe unë dua ta marr këtë mesazhin dhe ta mbyll këtë episodin sot. Jemi shumë afër Krishtlindjeve, edhe doja patjetër që këtë episodin e para festave ta mbyllja me ty, sepse siç të thash në fillim, për mua je rast suksesi, rast force dhe shprese. Dhe kur ja dole edhe ti, mund t'ja dalim të gjitha ne të tjerat. Kështu që këtë dua të marrin sot ata që do na dëgjojnë, që ka dritë në fund të tunelit, edhe që do ja dalim. Unë uroj sa më shpejt për çdo vajzë që e ka përjetuar infertilitetin, si një dëshirë patjetër edhe në prag Krishtlindjesh e plotësuar për to, po edhe si një mesazh që mos të dorëzohen kur. Ne nuk e dim kur e kemi riskun ton, nuk e dim kur është koha e duhur. Dhe kur them koha e duhur, ndoshta mund të gjykojmë nga shumë vajza që kanë kohë që presin, por Zoti të lë të presësh për një arsye. Ndoshta është duke të ruajtur nga një gjë më e madhe. Nuk e dim arsyen, po do ta zbulojmë kur të ndodhi. Shiko, edhe kur të ndodhi, edhe qoftë për ty, qoftë për vajzat që po na dëgjojnë, infertiliteti është një plagë që nuk ikën. Ngelet për herë aty. Unë e ceka pak me herët jashtë kamerave, po dua ta them edhe këtu, megjithatë mos kokçarjen time që mund të duket shpesh herë apo të kaluarin e gjërave lehtë, unë kam akoma një kuti me 100 teste negative, të cilat nuk denjoj t'i hedh, dhe ditën e parë që kam qenë shtatzan, kam shkuar në farmaci dhe kam kërkuar 101 teste. Sa farmacistja më pa dhe më tha, më fal, i thash dua 101 teste. Dhe i kam rreshtuar të 101 testet, i kam bërë të gjitha se ishte thjesht ajo ndjesia që nuk isha parë kur një test pozitiv. Dhe me që jemi te testet, mos bëni teste, ju lutem, mos ja vini vetes këtë peshën. Bëni më mirë analizë beta HCG-ja, që është edhe më e hershme se testi, po unë testet të betojmë nuk du t'i shoh me sy. Për mua është makthi më i madh i infertilitetit. Është e shëmtuar. Është e shëmtuar, është e dhimbshme, është nuk e di. Dhe ti pasaj duhet vazhdosh ditën si normalisht. Pas atij testi. E ti. E kam vazhduar për 5 vite me radhë. Kështu që ne e mbyllim këtë episod sot. Eris, shumë faleminderit që ishe me mua.
e vlerësoj pafund ndarjen dhe të eksperiencës dhe të ndjesive të tua, se nuk është e thjeshtë të flitet për këto gjëra. Ti tani ke krahët plot, po e di që është akoma plag aty edhe është e vështirë të shkosh prap të prekësh aty ku të ka dhëmbur dikur shumë, kështu që e vlerësoj vërtet pafund. Unë ndjeva shumë komode dhe nuk e vija në dyshim, faleminderit. Që këtë bisedë bëm bashkë. Ju të tjerëve nga kamerat, unë ju uroj gëzuar festat, paçi një vit sa më të mbar, të mbushur plot me shëndet, të mbushur me punë, me suksese, me bebusha, për ju që doni bebusha. Episodet e podcastit për këtë vit unë do i ndërpres këtu, por do të shihemi në janar me 2 episodet e fundit të Beyond Donia me Antën. Do të kem 2 të ftuar shumë special që i kam ruajtur edhe për janarin, por deri atëherë, gëzuar festat dhe qofshi sa më mirë. Mirupafshim!